Kjo video është vazhdimësi e videos kalume, domethënë edhe këtu të mësojmë për maskën, por tash e shohim një mënyrë pak më ndryshe, më të avancuar që na mundson maska. Për këtë video e kam zgjedh domethënë këtë klip. Edhe çka kena më bëu, shkomi te efektet, edhe e kërkoj domethënë blurin, ka si jam blur, edhe marr drag and drop e bëj e lëshoj këtu te klipi. Edhe shikone tash për momentin nuk ka ndodhur kur gjë. Do të më shku te effect control, masi domethënë e kam dhënë këtë efektin këtu, shkoj te effect control, edhe shkoj e gjej këtu ka si jam blur, domethënë e kena ashtu që blurin. Tash për momentin është 0. Po shikone. Nëse këtu e rrite që për shkak e bëj 100, pra përsëri për shkak 100, shikoni këtu që bëhet blur. Po e kemi edhe çto me kliku. Çka është e rëndësishme se për shembull kur e kena bëu tash, kur e kena rrit blurin, shikoni si bëhet pak si z anash. Nëse klikoj kët, shikoni kjo përmirësohet. Edhe në këtë rast shikoni e bëna kështu. Po tash te bluri e kemi edhe këtu, e kemi rrethin katrorin edhe këto pen tool, shikoni. Nëse klikoj tash rrethin, shikoni vetëm kjo pjesa bëhet blur. Shikoni. Tash, për shembull, këtë metodë mund me përdor kur e kemi në video që domi më jap shef fytyrën apo në tabelë të kerrit apo diçka domethënë që domi me sheh. Tash to blur. Hapi tjetër çfarë po bëj këtu? Po e rriti pak. Shikoni. Domethënë nuk po bëj fikse blurin, po më shku pak këtu u shpërnda. Që kena mësu edhe videon e kaluar. Po tash është më interesant. Nëse tash të lëshoj play, shikone, kjo fytyra lëviz, ndërsa bluri o të nejtë me një vend. Shikone. Tash për shembull herë shfaqet, herë ajo. Tash përmes kësaj sot kena më mësuar mënyrën manuale çish me përcjell bluri objektivin, këtë rast për shembull, këtë rast fytyrën e arushës. Okej. Po kthena në fillim, edhe po vendosi blurin këtu. Për shembull. Na mund edhe me rrit me zvoglu varësisht prej rastit. Edhe tash këtu klikomi mask path, shikoni. Kur klikomi këtu mask, këtu na shtohet një pikë. I kena mësuar te animacionet, sa kjo bëhet në formë animacionet. Tash përshoj play, tap, për shembull, tash po fillon më shpas fotografia, po kthena një herë mbrapa. Po shkoj po pak tash maskën sigurona me pas selektuar, edhe tash klikoj maskën e më shfaqet kjo objekti. Shikoni e lëvizi pak më poshtë. Më shtohet edhe një pikë tjetër këtu në timeline. Sekondat sa janë këtu, edhe këtu hecen. Tash pja futi space, shikoni, edhe e lëvizi e përcjelli këtu. Këtu gjithmonë shtohet një pikë që e njen një aktivitet, domethënë një lëvizje këtë rast. Shikoni tab, e marr blurin këtu, space. Për shembull tu lëviz tash maknena, domethënë penali me space edhe pëlqoj me space. Shikoni. Tash po shkoj për më alt. Për shembull më alt. Shikoni, po lëvizi maknena. Këtu po njën aktivitetet, shikoni. Tash maknena. Space prap. Tash maknena. Space. Edhe maknena. Okej, çka që shkë video. Tash shikone, ku ta lëshoj tash play, tash këtë kjo njën aktivitetet të lëvizit që i kombonet maskës. Shikone tash. Se cila pikë është në lëvizje, prej këtu i lëviz to, që këtu kena pas ma pak lëvizje, s'kena lëviz, nërsa këtu tani kemi pak ma shpesh lëvizje, shikone, se varësisht që është lëvrit kjo rast objektivi. Në më thonë, kjo ishte maska në këtë rast që thamë blur edhe që e përcjell objektivin.